ti di që në Katokorik, kur festohet ajo rituali i Amerikës, në ambasadën amerikane, ti kupton edhe gjeopolitikën lokale. Apo jo. Pra kush janë ftuar? Kush janë në rol? Ne pam që në Katokorik 2025, megjithëse kishte ardhur Trump në pushtet, nuk ngeli liberal, dylberist dhe anti-Trump pa u ftuar. Asnjë pro-Trump, asnjë konservator nuk ishte ftuar në Katokorik. Jemi në muajin nëntor, pra diku nga fundi gushtit, fillimi i shtatorit, ka hyrje të reja në ambasadë. Këta që hyn tani vijnë nga administrata e re. Kanë si dhe të re politike, kanë njohuri të reja, apo mund të jenë ata si puna e jurikimit, kupton? Nuk e di. Ajo që dim është që Rama i ka të gjitha shanset, të thotë këtyre që ka dhe më keq se ajo që keni. Dhe këta mund të thënë Ramës se të bëjmë dëm edhe më të madh se çka, dhe Rama do i pyes. Po ja e zem do ma bëni dëmin. Çfarë do më ndodhi, do dorëzohem nga pushteti, si do dorëzohem? Me çfarë mjetesh? Jam thua ti shpend. Si mund të arzosh Rama? Me Berishën përballë, me Gazbardhin që do luftonte sot për të mbrojtur byçet e kalamojve nga ligji i gejve. Kryetari i grupit do të bënte sot revoltën, apo jo? Do mbronte Bardh, Gazmend Bardhi çai ka ai Gazmenda, ç'a drejtin e ka ai të drejtën e mashkullit dhe femrës femër, a mund ta bëj ai? Ka ra lufta, ka ra betejë pa filluar. Kjo klasë jona politike është ordinere. Është në si jemi ne ordinera, prandaj është klasa jonë ordinera, valla. Absolutisht.